Partia Socialiste është tërhequr përkohësisht nga kërkesa për të marrë shumicën në Komisionin e Reformës Territoriale me kushtin që Partia Demokratike të mos i bojkotojë më punimet. Partia Socialiste ka propozuar në mbledhjen e konferencës së kryetarëve që nëse Partia Demokratike e ka serioze qëndrimin që nuk bojkoton territorialen, të hënën të mbledhet komisioni dhe të shihet nëse ata do të jenë të pranishëm. Në rast se përfaqësuesit e Partisë Demokratike do të shkojnë, atëherë Partia Socialiste do të zhbojë formulën e propozuar për heqjen e barazisë. Socialistët zyrtarizuan mëngjesin e kësaj të enjteje kërkesën për zhbllokimin e punimeve të komisionit të posaçëm. Në dokument kërkohet që nga 17 deputet antar, shumica pra 9 prej tyre të vinë nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, 6 nga Partia Demokratike, 1 nga Partia e Lirisë dhe 1 nga grupi parlamentar Aleanca për Ndryshim. Ky ndryshim në ndarjen e karrikeve do të bënte që kuorumi i nevojshëm të plotësohej vetëm me prezencën e socialistëve dhe puna për reformën të avanconte me apo pa opozitën. Po ashtu të majtët kërkojnë që Luciano Boçi i Partisë Demokratike të jetë zëvendës kryetar dhe si kryetar i komisionit të njihet vetëm përfaqësuesi i Partisë Socialiste Arbian Mazniku. Shumica parlamentare shprehet se ndryshimi i përbërjes propozohet nisur nga qasja bojkotuese e opozitës parlamentare, si dhe fakti që reforma administrative territoriale përbën një nga prioritetet kyçe të programit të mazhorancës Shqipëria 2030 dhe për integrimin në Bashkimin Evropian. Reforma territoriale dhe zgjedhore synohen që të përmbyllen brenda korrikut të këtij viti dhe të shtrihin efektet për zgjedhjet vendore të vitit 2027.